Një sulm i rënd me armë zjarri ka ndodhur në Australi. 2 persona të armatosur kanë hapur zjarr në Bondi Beach, plazhi më i njohur i Sydney dhe një nga zonat më të frekuentuara turistike të vendit. Ngjarja ka shkaktuar panik masiv mes qindra e qytetarëve dhe turistëve që ndodheshin në zonë. Sipas një raporti zyrtar fillestar, ka të paktën 10 të vdekur dhe të paktën 18 të plagosur. Policia tha se kishte neutralizuar 2 të dyshuar. Nga 2 sulmuesit, njëri u vra dhe përfshihet në numrin e të vdekurve, ndërsa tjetri është në gjendje kritike dhe përfshihet gjithashtu në numrin total të lëndimeve të publikuara nga policia. Policia e shtetit të Walesit të Ri Jugor njoftoi se ka reaguar menjëherë pas disa sinjalizimeve dhe se 2 persona të dyshuar janë neutralizuar, ndërsa operacioni i sigurisë vijon ende. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën dhe të qëndrojnë të strehuar. Në pamjet e shpërndara në rrjetet sociale, shihen 2 burra të veshur me të zeza që qëllojnë drejt turmës në plazh. Në video dëgjohen të paktën 12 të shtëna, ndërsa njerëzit largohen me vrap në panik. Në disa pamje të tjera, duken persona të shtrirë në tokë pranë një automjeti të bardhë dhe rreth tavolinave të kampingut. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është konfirmuar ende zyrtarisht. Sipas dëshmive, 2 sulmuesit u zhvendosën më pas në një urë që lidh parkimin me zonën e plazhit, duke vazhduar të shtënat deri në momentin kur u përballën me forcat e rendit dhe u qelluan nga policia. Dëshmitarët përshkruajnë skena kaosi dhe frike. Menduam se ishin fishek zjarr, por ishte diçka shumë e keqe, tha për ABC News Elizabeth Milley, ish gazetare e cila ndodhej në restorantin Icebergs pranë plazhit. Njerëzit filluan të vraponin, askush nuk dinte çfarë po ndodhte. U dhe shumë kohë derisa të dëgjonim sirenat. Ishte një kaos i vërtet dhe jashtëzakonisht e frikshme, tha ajo. Sipas BBC, në zonë po zhvilloi një aktivitet publik për ditën e parë të festës hebraike Hanuka, i quajtur Chanukah by the Sea 2025, i organizuar nga qendra hebraike Çabat e Bondit. Aktiviteti ishte planifikuar të mbahej pranë parkut të lojrave për fëmijë dhe përfshinte argëtim dhe veprimtari familjare. Disa nga pjesëmarrësit dyshohet se janë mes të plagosurve, ndërsa shumë të tjerë janë shpërndar ose janë fshehur për t'i shpëtuar të shtënave. Bondi Beach, e vendosur në lindje të Sydney, është një simbol i jetës bregdetare australiane, e njohur për surf, turizëm dhe atmosferë të qetë. Sulmi i sotëm ka tronditur rënd opinionin publik në Australi, një vend që tradicionalisht konsiderohet me nivel të lartë sigurie dhe kontrolle të rrepta për armët. Autoritetet kanë paralajmëruar se hetimet janë në vazhdim dhe se do t'japin informacion të plot sapo situata të stabilizohet.